Sekretari i luftës së Shteteve të Bashkuara tha: "Po shkojmë drejt luftës së tretë botërore, jemi si në vitin 1939, po kalojmë në ekonomi lufte. Po e zhvendosim Pentagonin dhe bazën tonë industriale në një regjim ushtarak, duke u përgatitur për fitore, nëse kundërshtarët tanë vendosin të na testojnë", tha Hegseth. Ushtria amerikane po kalon në një regjim ushtarak të prodhimit të armëve të luftës, sipas deklaratave të kreut të Pentagonit. Ky regjim përfshin përshpejtimin e futjes së inovacioneve dhe furnizimin me armë të reja për forcat e armatosura të Shteteve të Bashkuara. Bota mban erë barut që të kujton vitin 1939. Armiqt po mblidhen, kërcënimet po rriten. Ju e ndjeni, unë e ndjej dhe nëse duam të parandalojmë luftën, duhet të përgatitemi për të, tani, tha sekretari i luftës, duke u bërë thirrje kompanive amerikane të mbrojtjes që të përshpejtojnë zhvillimin dhe prodhimin e armëve, duke paralajmëruar se në të kundërt do të zhduken. Siç shpjegoi, misioni i tij nuk është të ndëshkojë, por të çlirojë dhe se filozofia e tij ushtarake përqendrohet në transformimin e forcave të armatosura, jo në reforma. Duam ta shpëtojmë ushtrinë nga burokracia. Unë dhe presidenti po flasim vazhdimisht për këtë, deklaroi Hegseth. Sidoqoftë, po fillon prodhimi i armëve si në kohë lufte, në një garë të re armatimesh.